Nata e 27, vdekja e profetit. U kthye oj bia ime Muhamedi a.s. në Medinë, mbasi kreu kushtin e haxhit dhe mbajti fjalimin e lamtumirës. Si dhe i erdhi zbulimi i pjesës së fundit të Kur'anit, tashti profeti përgatitej ta lindte këtë botë. Jemi në vitin e 11 të emigrimit. Profeti kishte ethe të rënda, por me gjithë këtë nuk rinte i qetë dhe punonte pa rreshtur për mbarvajtjen e muslimanëve. Ishte lajmëruar se bizantinët po përgatiteshin që t'i mësyenin muslimanët ka ana e Sirisë. Profeti i ynë i kishte mbledhur muslimanët dhe i kishte përgatitur një ushtri nën komandën e djaloshit të ri, Usamës, i biri i Zeidit, një sklav i liruar dhe nga të parët që e kishte pranuar Islamin. Ushtria u bë gati, por me qenë se Muhamedit a.s. i u rëndua sëmundja, ajo zuri vend jashtë Medinës dhe po i priste urdhrat e fundit për të u nisur. Megjithëse që Muhamedi a.s. ishte i sëmur, ai nuk i u shmangej detyrave të tij. Vinte çdo ditë në faltore dhe i udhëheqte muslimanët në lutjet e tyre. Sa ishte i sëmur, e dëgjoi popullin që murmuriste për caktimin e Usamës, i cili nuk ishte më shumë se 20 vjeçar, si komandant i emigrantëve dhe përkrahësve në luftën kundër romakëve. Profeti lëvizte me vështirësi nga dhimbjet e mëdha që kishte në kokë, por megjithatë i urdhëroi gratë e tij që t'ia lanin kokën me ujë të ftohtë, gjersa i zbriti temperatura, veshi rrobat, lidhi kokën dhe vajti në faltore. Atje, pasi falëndroi Zotin dhe i u lut që të i falte muslimanët, tha: "O njerëz, pranojeni misionin e Usamës. Nëse keni thënë gjë kundër kryesimit të tij, e keni bërë këtë edhe për baban e tij më parë. Ai është njeriu më i përshtatshëm për këtë veprim, sikundër ishte edhe babai i tij përpara tij." Muhamedi a.s. edhe në çastet e fundit të jetës nuk dejni pa u dhënë një mësim praktik besimtarve. Nguli këmbë që të dërgohet Usamja, megjithëse ishte i ri dhe bir sklavi, për t'ju mësuar muslimanëve se mosha nuk ishte të bënte dhe se të riut duhet të i besohej çdo detyrë, sado e lartë të jetë, nëse ai është i përshtatshëm dhe i Zoti për ta kryer atë. Në anën tjetër, deshi t'ua tregonte praktikisht se të jesh bir sklavi në fenë islame nuk përbënte pengesë për t'u bërë komandant i muslimanëve. Përdorimi i ujit të ftohtë dhe fuqia që harxhoi duke folur në faltore e dobësuan së tepërmi Muhamedin a.s. Ndaj të nesërmën nuk pati fuqi të udhëheqte besimtarët në namaz, por urdhëroi që këtë vepër ta kryente shoku i tij, Ebu Bekri, i cili me zemër të thyer filloi lutjet muslimane. Sëmundja bëhej gjithnjë më e rëndë. Fatimja e bija e tij shkonte për ditë dhe e vizitonte. Muhamedi a.s. e donte shumë dhe sa herë që e shehte e puthte. Kishin kaluar afro 2 javë që nga dita kur profeti kishte rënë i sëmur. Një ditë Fatimja vajti sipas zakonit ta vizitonte. Babai, si e puthi, ia përshpëriti në vesh disa fjalë. E bija ia shkrepi vajit. Profeti atëherë i përshpëriti disa fjalë të tjera dhe Fatimja pushoi vajin dhe i ndriti fytyra nga gëzimi. Zonja Aisha, e shoqja e profetit, në dhomën e së cilës ai qëndronte sa ishte i sëmur, na tregonte se e pyeti Fatimën pas vdekjes së Muhamedit pse kishte qarë herën e parë dhe pastaj pse ishte e gëzuar. Fatimja ju përgjigj: "Herën e parë babai më tha se nuk do të shërohej nga sëmundja.
por pastaj më tha se unë do të isha më e para nga familja e tij që do të shkoja të takosha me të në jetën tjetër. 6 muaj pas vdekjes së profetit, u nda nga kjo botë edhe Fatimja. Natën para se të vdiste, ditën e diel, me 19 Rebul Evelit të vitit në të 19 të emigrimit, profeti ndjeu veten më mirë, ngriti perdën që e ndante faltorën nga dhoma në të cilën banonte dhe shikoi me admirim muslimanët që po e kryenin namazin në udhëheqjen e Ebu Bekrit e po i luteshin Zotit të vetëm. Ndjeu një kënaqësi të madhe sa që shkoi të falej me ta. Ebu Bekri deshi t'ia lironte vendin, por ai i bëri me shenjë të vazhdonte dhe u fal pas tij. Kur e krye namazin, muslimanët u kënaqën që e pan profetin në mesin e tyre dhe të gjithë besuan se ishte në shërim e sipër, që të gjithë vajten në punët e tyre të qetësuar dhe të gëzuar. Bile edhe Ebu Bekri shkoi në Son, ku veronte e shoqja që ta merrte dhe ta sillte në Medinë. Shpesh herë njeriu mendon në një mënyrë, por dele kundërta. Kështu ndodhi edhe me gjendjen shëndetësore të profetit. Kur të gjithë muslimanët mendonin se Muhamedi ishte në shërim e sipër, atë natë, posa u kthye në dhomën e vet, i u prek krejt fuqia dhe i u shtuan së tepërmi ethet. Të hënën në mëngjes më 12 të Rebul Evelit të vitit të 19 të emigrimit, 8 qershor të vitit 632, me gjithë mjekimet që i u bën dhe ilaçet që piu, ethet nuk i u prejnë. Me zë të ullët, lutej dhe thoshte: O Zot, ndihmom në heqjen dhe mundimet e vdekjes. Dhe duke përshpëritur 2-3 herë shprehjen: Po, unë zgjodha shoqërimin e të lartit në xhenet, dha shpirt. Në faltore, muslimanët nuk donin të besonin se profeti i kishte lënë. Omeri u bë i çmendur, nxori shpatën nga këllëfi dhe kërcënonte me vdekje atë që do të pohonte se ka vdekur Muhamedi a.s. Njerëzit nuk dinin që të bënin. Lajmi i vdekjes së profetit u përhap me shpejtësinë e rrufes. Ebu Bekri, posa ja mori vesh lajmin, u kthye me të shpejt në Medinë dhe vajti drejt në dhomën e Aishës, ku ishte i shtrirë profeti. U ul dhe e puthi në ballë, duke thënë: I këndshëm ishte i gjallë dhe i këndshëm je edhe i vdekur. Pastaj sytë të mbushur me lot, shkoi në faltore. E qetësoi Omerin dhe tha: O popull, ata që i luten Muhamedit a.s. le ta dinë se Muhamedi ka vdekur. E ata që prej jush i luten Zotit, le ta dinë se Zoti është gjallë dhe nuk vdes kurrë. Perëndia thot në Kur'an: Muhamedi nuk është tjetër veç se profet i Zotit. Profetët para tij kanë vdekur. Pse, po të vdes ose të vritet, a do të ktheheni prap? Në qoftë se ndonjë njeri do të kthehet prap, ai nuk do të dëmtoj Perëndin në asnjë mënyrë. Muslimanët mblodhën veten, u dukej se e dëgjonin për herë të parë atë pjesë të Kuranit që e kishin lexuar dhe dëgjuar qindra herë. Filluan ta qanin si fëmijë të dashurin e tyre, Muhamedin a.s. Tashti nuk dyshonin më se ai kishte vdekur si të gjithë profetët e tjerë para tij. Trupin e Muhamedit a.s. e pastruan të afërmit e tij, kurse shërbimet e faljes u kryen nga Ebu Bekri. Pastaj u bën shumë lutje e falje nga të gjithë populli që mori pjesë në varrim. Muhamedin a.s. e varrosën në dhomën ku vdiq. Varri i tij, o i bija ime, vizitohet nga mijëra musliman
që kryejnë obligimin e haxhillëkut për çdo vit. شوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك أحمد يا نور الهدى بشوق